Faleminderit zonja kryetare. Do t'i thoja ministrit që t'ja kursej kësaj sallë të nderuar hipokrizin dhe lotët e krokodilit. Dallimi jonë me ju është shumë i qartë. Ju i vrisni natën, i përzini nga Shqipëria dhe i qari ditën. Kjo nuk është për procedurë. Për procedurë. Ju lutem respektoni të ndjerin, respektoni familjen e tij, mos bëni debat për procedurë. Nuk po e zjas më. Mbi atë që ende nuk është varrosur. E përzut nga Shqipëria, madje keni përndjekur dhe atje. Kaq. Tani për procedurë. Për procedurë. E ke bërë zakon që ndërpret fjalën, lutem. Zonja kryetare, në vazhdën e shkeljes së rregullores, vazhdoni ta shkelni rregulloren me të dyja këmbët. Sot është një seancë shumë e rëndësishme, sepse presupozohet që të gjithë deputetët e këtij parlamenti, të djatët dhe të majtët, të flasin për hallet dhe problemet e qytetarëve. Dhe ku vim nga java e gjelbërt, që do të thotë mund të kenë mundësinë që 140 deputet të marrin fjalën, të ngrenë shqetësimet, të ngrenë problemet për zonat e tyre elektorale. Por çfarë ndodh? Ju jeni të pangopur si majorancë, edhe tek problemet e qytetarëve, edhe tek hallet e qytetarëve, do doni t'i keni sikur i keni të juat ju. Siguria qani hallet më shumë qytetarëve, por që s'është e vërtet, por thjesht ju keni një merit që i vjedhni më shumë qytetarët. Dhe kohën i jepni opozitës 68 minuta. Në një kohë për vetën tuaj, 136 minuta, dy fishin e kohës, thua ju e doni më shumë ju qytetarët se sa opozita. Nuk është e drejtë. Ku mbështetet në asnjë net të rregullores? Absolutisht, kjo seancë do të ishte legjitime, do të ishte e drejtë për çdo deputet, minimumi të kishte 5 minuta kohë, për mos më thonë 10 minuta për çfarë do lloj halli problemi. Ne jemi 6 deputet të Qakut Elbasanit, kemi 7 bashki me qytetin e Elbasanit. Mund të kemi të 6 deputetët të Qakut Elbasanit, secili në bashkitë e tyre probleme për të ngritur. Dhe pse nuk e jepni mundësinë ju deputetëve në gjë të tillë? Por vini këtu, apo vini këtu gjithë si politikanët herë për parat mode, që një pjesë rri për kafe, një pjesë shikoj për problemet e tjera, një pjesë që tiki të dordolliset dhe mos grej problemet e hallit të qytetarëve. Pranaj që kjo seancë kryetare është një seancë hipokrite nga ana e majorancës dhe nga ana juaj si kryetare e kuvendit, të cilët shkeni rregulloren në një kohë që kjo rregullore, pavarësisht që nuk e parashikon një net të caktuar për këtë lloj seancë të cilët kemi ne për javën e gjelbërt. Por sigurisht do ishte normale, do të ishte shumë përgjegjësi nga ana juaj dhe nga majoranca që t'i jepi mundësi e papërsërisë prapë çdo deputet të opozitës, çdo deputet të majorancës të kishte kohën e tij për çfarë do lloj halli problematike të ngritet për çdo zonë të tij për halli të qytetarëve. Por ju më shumë i shqetëson Erion Velia që ka nesër gjyqin për fustanet, për bijut, për bikinit e tij, e të familjetarëve të tij, se sa për hallet e qytetarëve. Aty keni problemin dhe aty keni mendjen. Për hallin e Erion Velis që ta lironi nesër, me gjithë format e mënyrat. Se s'është kumbari Erion Velis nuk është këtu sot. Babai i reformës drejtësi, të deformuar totalisht. Dhe do ta shikojmë nesër. Nuk është presion absolutisht, por gjithçka merret vesh qarkullojnë lajmet të vërteta që po intimidoni, po bëni gjithë format dhe mënyrat për të mbaruar.